opozita, se opozita nuk është Partia Demokratike. Ajo do të dalë për te, themi, për të afruar figura tjera. Partisë do të dalë tek shqiptarët të cilët mund të jenë indiferent për momentin dhe asaj çfarë presin, do të shkojë tek ata. Partia do të shkojë tek individët. Partia dhe individët. Zoti Qafoku? Andrea, çfarë fol deri tani ishte gati edhe nga zoti Ali Mehmeti, po edhe nga kolegu Basil Çollaku, lumsin e gati sa nuk thato Basil që lumsin e që kemi këtë Parti Demokratike. Ore, Roni këtu e ku Roni? Çfarë po flisim? Ore, po na çudisni. Ne themi si do bëhet. Nuk ndodh asgjë Basir në Partinë Socialiste, po. Po nuk ndodh asgjë. As në Partinë Demokratike? Ndodh diçka, tha kryetari i saj. Nuk e kuptoj që pse, do thënë ju jeni kaq të lumtur. Do thënë sot, Andrea, sot një lajm kishte sot të madh që Rithem Elimi vdiq. Dhe lajmi i dytë i madh ishte që Gazmend Bardhi sërish merr një ofiq. E tha Basiri, po e tha me elegancë. Tani, unë jam kritik ndaj zotit Berisha, i kam thënë këtu dhe s'duhet përsëris veten. Por Berisha ka një bilans në karrierën e tij dhe ai që mohon këtë, do të thonë mohon një histori me fakte, jo një opinion. Por që edhe është i pazëvendësueshëm, do ky është i gabim madhor i Partisë Demokratike. Por që tjetë edhe Gazmend Bardhi i pazëvendësueshëm, Andrea, më vjen keq të përsëris të njëjtën gjë që ka thënë. Nuk është vetëm zoti Gazmend Bardhi, pjesë e komisionit është zoti Bardhi, zoti Bylykbashi, Ivi Kaso. Ivi Kaso nuk është i konsumuar, por Gazmend Bardhi, Strazimiri, Eno Bozdo, Elda Hoti, Kreti Skruja, është arkitekti i gjithë projektit të dështuar të Lulzibashës. Dhe ky tani është në grupin e punës që përcakton edhe ndryshime statutore. Do të thënë Gazmend Bardhi sot përfundimisht me atë që i ka dhënë Berisha. Ai është kryetari i grupit parlamentar. Jo, një sekond. Ai është dhe automatikisht është kryetari i këtij komisioni. Gazmend Bardhi sot mund ta krahasoj vetëm me Ramiz Alin, që nga 1946 gjitha grupet armiqësore u zbuluan, u dënuan, u futën burg, u pushkatuan, që nga Koçidzoxe, Todi Lubonja, Fadil Paçrami, deri te Mehmet Çeu, Kadrias Biu, Ramiz Alia mbietoi dhe Gazmend Bardhi mbijeton. Gazmend Bardhi është Ramiz Alia i Partisë Demokratike. Është shpejt për të bërë Ramiz, mendoj unë. Jo, në këto momente, po prit se nuk kemi ende asnjë propozim. Jam dakord. Nuk kemi as, edhe unë besoj që nuk mund t'ia gjykojmë produktin pa e nxjerrë. Duhet debatuar. Kemi një produkteve. Gazmend Bardhi ka 2 rekorde. Në vitin 2021, i nderuar zoti, ju lutem edhe një herë më nxirrni tabelën e antarëve të komisionit. Do të thënë, Andrea. I nderuar zoti Qafoku, zoti Bardhi është kryetar, por ndërkohë ke edhe 9 antarë të tjerë. Oert Bylykbashi antar, Ivi Kaso antar, Gen Strazimiri antar, Eno Bozdo antar, Elda Hoti antare, Kelti Skruja antar, Adriana Kalaja antare, Marash Logu antar dhe Franc Nuri antar. Po kush i pyet ta nga 2 deri te 10 mo? Gazmend Bardhi në 2021 mori 40.000 vota minus. Në 2025-ën 60.000 në Elbasan, 60.000 vota minus në Fier dhe Gazmend Bardhi është kryetari i atij komisioni. Po mirë, çfarë do ndryshonte nëse s'do ishte zoti Bardhi, do ishte zoti Bylykbashi apo do ishte zoti Kaso apo Strazimiri? Do ndryshonte këtë që Partia Demokratike gradohet i pa votuari. Ne kemi këtu në 5 veta që kemi këtu, ne kemi një person, jo pse është këtu zoti Ali Mehmeti. Ai mund të ketë defekte që ne në aspektin politik nuk e dim, se ai nuk është vënë provë, po është nga më të votuarit në Partinë Demokratike. Gazmend Bardhi nuk është nga më të votuarit në Partinë Demokratike. Dhe për mendimin tim është një nga gabimet më të rënda që bën sot Partia Demokratike. Sot Rithem Elimi vdiq. Nuk janë emërime. Kjo është një grup, është organizim zgjedhor. Kush e caktoi? Propozimet. Unë jam me bindjen që duhet debatuar fort edhe propozimet, edhe emrat. Pa dashje, zoti Ali Mehmeti dha një lajm si mua më duk sot zoti Ali Mehmeti si Besfort Lamallari tha që unë s'di gjë, tha çfarë. Nga ajo i mora vesh. Edhe Lamallari nga ajo i mori vesh. Tani një parti që do të zvendësoj Partinë Socialiste, që nuk do të thasë gjë, i përcakton të gjitha, ke shumë të drejtë, ashtu është. Por ti si alternativë nuk mund t'jesh njësoj si Partia Socialiste, mo. Ti e more vesh tu me ne. Po ç'është kjo parti, mo? Si do vim pushtet kjo? Kanë qenë hapur mbledhja kryesisë dhe grup parlamentar. O Basir, jo, mua vjen shumë keq që unë Partinë Demokratike dua njerëz si doktori. Dhe s'kam as i lidhje dhe as interes. Doktori aty është zoti Qafoku. Ai është më i votuari dhe ai ka një problem me listat, se janë zgjedhje tani. A janë listat normal, doktor? A janë listat se ju keni bërë vërejtjen më të madhe? Po pra, do të thënë ajo është, po jo, ajo është thelbësore në një garë elektorale.
Se sot Partia Demokratike këtë do ta menaxhojë Kasmet Bardhi, i cili ka menaxhuar gjitha proceset në kohën e Luzim Bashës. Projekti politik më i dështuar i Partisë Demokratike. Pra, do të thënë një forcë që ne e kemi alternativë dhe po e them edhe një herë, për gjithë ata që na ndjekin se thonë një herë ti që ky po na bën kritikën edhe do të jetë me këtë. S'mund të jetë përqendruar vetëm te zoti Bardhi, them unë. Nuk mund të jetë vetëm një individ që parathënien e zotit Berisha. Gabimi është i zotit Berisha që ka caktuar zotin Bardhi. Por zoti Berisha, unë i kam bërë kritikat për zotin Berisha, që të arrit deri këtu që kryetari i grupit parlamentar, nën kryetarin e Partisë Demokratike, që është aty me ndryshime statutore. O Andrea, nuk është votuar. Ne kemi njëri këtu ka marrë vota mo. Ky ka marrë vota. Ti përpjet ata, ky ka marrë vota. Ai s'ka marrë vota. Ai ka humbur në 2 garat të një pasjeshme elektorale. Se ai është kryetar, po ke edhe 9 anëtar të tjerë mos e di. Po kush i pyet ata mo? Kush i Elda Hoti? Kush e pyet atje Kelti Skruin? E pyet Kasmet Bardhi. Marash Logun e pyet Kasmet Bardhi. Frans Duri. Ivi Kaso është deputet dhe është drejtues politik i qarkut të Korçës. Dhe Ivi Kaso do marrë vendime. Bashi është drejtues i qarkut të Durrësit. Gens Razimir është deputet i qarkut të Durrësit. Më shqetësojnë që në krye të grupi është një person i pa votuar. Procesi sapo është hapur, nuk është mbyllur. Po pikërisht. Mund ta paragjykojmë që në fillim edhe qortimet bëhen me vend. Ajo duhet bërë me debat. Pse Kasmet Bardhi caktuar kryetarin? U votua? Doktor u votua? U bën një votim aty u bën. Po pyesni mua. Po jo, se sqarojmë sa gjëra që ndoshta se audienca nuk e di, ndoshta ju e dini, se dini çfarë si ka. Atëherë në radh parë unë do thoja që para se të shqetësohemi neve gjërat që ndodhin në maj, do të shqetësohemi për gjërat që ndodhin në mars. Se jemi në mars ne. A kemi një koment këtu për këtë situatën e mos heqjes imunitetit Ballukut në radh parë? Jo, kjo është temë tjetër kjo. Jo, s'është temë tjetër, kjo është para 4 ditëve. Tash ne po flasim për diçka. Ne do flasim për Ballukun se jam më jashtë se ty unë. Jo, flasim pra. Pra tani po flasim për një forcë politike do vim. Mund të shpani gjëra. Unë po i marr të dyja me radhë. Pra po marr një herë këtë se kam dur, se kam tani patatën e nxehtë, se kjo ka ndodhur tashti. Pra nuk na ka ndodhur më parë në një herë. Po pra, e kishte të njëjtën, po bashk, po flasim për këtë. Ndërkohë që ky element tjetër do ndodhi mas 3 muaj dhe mund të ketë aq shumë zhvillime që lidhen me aktualitetin. Mund të ketë zhvillim, mund të ketë ndryshime statutore që unë mund të jemi parë që jam kundra. Po nuk e di se ato ndryshime do jenë. Gjithashtu kur ju thatë grupi, po patjetër unë e marr vesh unë, po jam antar kryesie. Si do e marr vesh unë i parë, se bëhet një krahasim që nuk qëndronte shpar me Lamallarin. Unë jam antar, jo, ndjes. Do ta marrësh vesh ose s'ka transparencë. Ju dëgjoj. Jo pra, e hapur ishte mbledhja. Si për gjithë qytetarët. Por nuk ishte një mbledhje të Këshillit Kombëtar, ku unë jam antar dhe t'ishte diskutuar aty, nuk ka pas një tillë. Pra atë që zoti Ali Mehmeti ka antar kryesie dhe s'ka votoj as se bëj. Për të patur mbledhje e ndjek patjetër në këtë drejtim, por që dim neve a priori se kush janë ndryshimet statutore përpara se ato të bëhen, asnjë se din, kush e din. Po dihet ajo kush do jetë më do hiqet në një bashkë. Nëse ju e dini, juve thojeni sot, mbas 2 muajsh, 3 muajsh do jetë në një bashkë. Por nuk e di, pra unë deklarova që nuk e di sot. Ju që e dini, deklaroni që e dini edhe këtu do mblidhemi prap. Pyetja e madhe është, në këtë shtet këtu, që është këtu një shtet totalitar. Pra problemi më i madh është kjo 10 e njerëzve që ka caktuar Partia Demokratike, të mirë të 100 rëndësi ka, apo kemi problem neve me një parlament i cili sot nuk funksionon më si parlament? Alternativa thotë zoti Qafoku. Po jo, pra, alternativa ndaj diktaturës kush është? Alternativa ndaj diktaturës kush është? Ky është shtet totalitar, unë ta përmendaj. Një parti demokratike, jo, në një shtet totalitar, opozita është spaç. Dakor? Kjo është e vërtetë. Në një shtet totalitar, opozita, po patjetër. Ja ju japun një rast. Nesër shtir seancë, dini që shtir seancë nesër? E bojkotuar nga Partia Demokratike. Jo, s'është e bojkotuar. A e dini që lexuar rregullore? Unë jam parlamentar dhe kam lexuar rregullore. Ka i nën aty 40 fraksion, një thot seancat bëhen ditën e premte. E njëjtën, fal. Me përjashtim kur janë gjëra të jashtëzakonshme ose kërkuar me procedurë të përshpejtuar. A ndodh kjo? Jo. E dyta, thot aty, ka dhe një nën tjetër 45-ën, thot që lexohet ai proces verbal mjedis kaluar, kur ka të ca pika tjera për shtjellim. Aty s'ka si gjë. Ka vetëm miratohet proces verbal mjedis kaluar. Dini kush është proces verbal mjedis kaluar? Është imuniteti i Ballukut. Ore kaq është. Tashti, a ka më bashkohore për ta diskutuar ne sot se çfarë do ndodhi nesër në parlament se kjo? Pra nesër po mbledhen, po jo, po dalim. Andrea, di çfarë ndodh? Ai mbledhet për 24 orë për Iranin, e zvarrit 3 muaj Ballukun. A do flasim ne për realitetet tona? Po ky është një zhvillim i fundit, do mbledhemi me këtë, pastaj. Jo, ky është zhvillimi i fundit. Kam mbledhje parlamenti nesër, kam mbledhje parlamenti nesër,
kundër kushtetutës dhe kundër rregullores parlamentit, ka një mbledhje nesër për të mbrojtur mosheqjen e imunitetit Ballukut. Ka kohë sa ka marrë rëndësi Partia Demokratike se parlamenti. Sado që unë du Partinë Demokratike, parlamenti është kryesori. Të gjithë e duam. Zoti Ali Mehmeti, ky është zhvillimi më i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike dhe ne do ta diskutojmë patjetër. Po unë s'mund të them dot që kjo është e para. E para është kjo. Dhe do të diskutojmë dytën. Zoti Lita, faktor pikal ka qenë kritik ndaj zhvillimeve, me aq sa kemi ndjekur. Po patjetër, teksa po vija këtu tek kryqëzimi i Brylit, pash një grua me një çantë që ishte në moshën e mamas time, dhe për një moment mbylli syt nga lodhja dhe pash që kishte ulur kokën dhe ishte shumë e lodhur dhe shumë e stresuar. Po kështu më hasa sot në një autobus nga Tirana për në Vorë, një ishtë përndjeku politik që quhej Kosta Qose, kishte 2.000 lek në xhep dhe kishte pensionin 200.000 lek. Me tërgoj të gjithë hallet e tij, nga Pokradeci si kishte ardhur për takuar një kushëri për një vaki, dhe më tha 10 problematika halle që kishte ai. Ndalova te terminali i Tiranës dhe pash të gjithë studentët që po ktheheshin në Tiranë pas 3 ditë pushimeve dhe askush prej tyre nuk qeshte. Kishin marrë hallet e familjes dhe i kishin sjellë në Tiranë. Ndërkohë partitë politike, qeveria dhe opozita, njëra flet për Ballukun, imunitetin e Ballukut, Akshin, aksidentet që po i ndodhin me drejtsinë, me kryebashkiakët. Partia Demokratike merret me korthizën e saj, se si t'i qepi një tjetër. S'mund të futen të dyja në një thes për problemet. Si t'i qepi një kostum tjetër Berishës. Të lutem tani. Po. Të dyja partitë politike i kanë aksidentuar shqiptarët, i kanë çuar në kanal. Ja kanë ulur kokën. Ne po merremi tani këtu dhe mua më shqetëson kjo vëmendja shtuar e zotit Qafoku për Gazmendbardhin. Realisht, filologjia jote Roland për Gazmendbardhin është shumë shqetësuese. Si mund të dedikosh 10 minuta kohës tënde shumë të nderuar për Gazmendbardhin dhe të marrësh shënime për detyrat e tij, për votat, është shumë shqetësuese. Është shumë shqetësuese. Unë mendoj që duhet t'i kthejmë syt nga qeveria, nga keqeverisja. Jo, tema është e tillë. Jemi në mandatin e 4, njerëzit nuk po çojnë dot fundin e muajit në shtëpi. Kanë qindra probleme, kostot e jetesës janë rritur. Dhe ne merremi me kërthizën e Gazbardhit dhe Partisë Demokratike. Në faktor pikal jeni marrë me këtë çështje? Jemi marrë sepse edhe ne nuk mund t'i përjashtohemi do të realitetit dhe aktualitetit. Qëndrojmë aty. Por kjo që jeni marrë edhe gjithë ditën. të dedikojmë kohën Bardhit dhe Jo, Bardhi është nga denoncuesit më të fortë të Ballukut. Kur vetë protestat, sepse doja të dilje këtu, protestat po bëhen në kushtet e fushatës së zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Bëhen me qëllim, me qëllim e shpalljes së kësaj emergjence do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë pas 10 ditësh, në mënyrë që të radikalizohet situata dhe askush të mos paraqesë një platformë politike për kryetarin e opozitës. Sepse çdo kush që nxjerr një emër, nxjerr një platformë politike i thotë ti je tradhtar, si po na prishtin neve protestën, ne javën tjetër do rrëzojmë me Diramën. Pra, gjendja e emergjencës që ka kriju Berisha prej 6 muajsh, me protesta çdo 10 ditë, bëhet me qëllimin e vetëm për të përjashtuar alternativat brenda partisë. Saljanin, Ali Mehmetin e shumë të tjerë, që ka një zë ndryshe, mund thonë ndonjë gjë, por fakti që këtu bëhet emergjencë, do ndryshojmë qeverinë, do ta rrëzojmë qeverinë, do bëhet qeveria teknike, do rrëzojmë Ballukun, do heqim Ballukun, pastaj na del në prill rikofirmimi i Berishës. Jo, këta po shikojnë vetëm vetën e tyre. Pra partitë politike nuk po fokusohen tek Shqipëria, tek shqiptarët. Shqiptarët po ikin, partitë politike fokusohen vetëm te vetët e tyre. Askush nuk flet për rritjen e çmimit të naftës. Ore me detaje, sa ajo ndikon tek sporta. A ja dalin këto pensionistët për ilaçet me këto pensione? Atëherë problemet janë më të ndërlidhura. Po janë të ndërlidhura pra. Nëse ne flasim për Gazmendbardhin, ne nuk shojmë asgjë kundi. Jo, e ka me pozicionin zoti. Jo, ne kam frikë se duhet dalim mirë të shëtisim mirë nëpër Shqipëri, të shikojmë mirë ore çfarë janë këto njerëz, çfarë hallesh kanë. Mos ta bëjnë vetëm politikanë, ta bëjnë edhe gazetarët. Kemi nevojë të shëtisim, ne kemi në shtëpi tona o zoti Lita se ushqehemi në këtë vend.
Që foku ke një... Jo, mua më habit kjo e ladrim, nuk e di pse e thot, sepse ne temën e kemi sot për PD-n, nëse dalim nga tema dhe do Andrea ndrojmë temën. Janë të ndërlidhura të gjitha, patjetër janë të prera me thikë. Nëse ti do kesh temë çmimin e karburanteve, flasim edhe për atë. Ose edhe për këto udhëtimet në pranverë për Shqipëri. Po problemi është se ne kemi sot një organizim të ri të Partisë Demokratike dhe personi kyç në këtë mua më rezulton që është Gazmet Bardhi. Zoti Berisha, ndryshimet statutore nuk po i bën vetë, po i bën një komision dhe ndryshimet statutore do sillin përsëri zotin Berisha në krye të Partisë Demokratike. Kaq është shumë e thjeshtë. Nëse se kuptoni këtë pastaj e lavdrim, çfarë them pastaj? Po zoti Berisha ka qenë kryetari i opozitës në 1992 në Roland. Prapë pse ti mendoj që nuk do jetë tani në maj? Po jam le të jetë. Le të jetë, kush ka për Partinë Demokratike? Nuk jam kundër më. Jo, nuk ndikon për Partinë Demokratike. Ti mendon se qytetarët shqiptarë po shkulin flokët për Partinë Demokratike? Nuk ndikon kjo për Shqipërinë? Ore, ti vërtet mendon këtë? Mbase nuk i shkon ti zoti Lida, po ne të tjerët po shkulin flokët për Partinë Demokratike. Jo, dhe gjithë ditën mendojnë se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Zhvillimet ju kalojnë tangent në mënyrë pasive. Andrea. Jo, kjo pastaj bie që pas kemi ardhur këtu pastaj. Kjo është realiteti. Jo. Megjithatë, zoti Lida ti ke bërë një shkrim sot, kështu që s'mund të jesh kaq